dolën përsëri publikisht. Bile këtë diel, i tërveriu Mitrovicës ishte nën kontrollin e mbrojtjes civile. Pjesëtarët e kësaj strukture ilegale të sigurisë bënin sigurimin e vizitës së ambasadorit rus në Beograd, Aleksandar Çepurin. Së pari, u kujdesën që diplomati rus të mos ketë ndonjë pengesë kur të takojë drejtorin e zyrës serbe për Kosovë, Aleksandar Vulin, në lagjen e Boshnjakut. E pjesa tjetër e kësaj organizate ilegale veç ishin në gjendje gatishmërie përgjatë rrugës ku është objekti komunës paralele serbe në veri të Mitrovicës. Ata nuk munguan as në sheshin Shumadia ku ishte planifikuar të vendosen kurorat me lule tek lapidari konsullit rus që ishte vrarë para 110 vjetëve në Mitrovicë. Aktivizimin e strukturave serbe të sigurisë në Kosovë të dielën e paralajmëroi edhe kryetaria e Komisionit Parlamentar për Kontrollin e Shërbimeve të Sigurisë Jadranka Joksimović. Sa i përket atyre që mund të kërcënojnë sigurinë, shërbimet tona në terren po përcjellin me vëmendje situatën dhe janë të gatshme të reagojnë. Ajo ka thënë për agjencinë e lajmeve Tanjug se nuk beson në ndonjë skenar të keq, por sipas saj, kjo nuk do të thotë se është i pamundshëm. E zakonisht kur aktivizohen strukturat paralele serbe të sigurisë në veri, atëherë policia e Kosovës nuk ka ndonjë punë për të bërë. Madje, në raste të tilla, ditë pushimi mund ta marrin edhe KFOR-i e Uleksi.